Shkojmë me kolegun Rusa sa i ka detajet. Arsen, të përshëndes. Përshëndetje Aida, në fakt zgjedhjet edhe pse janë mbyllur si një proces juridik përsa i përket votimit e vazhdon mbetet ende i hapur numërimi, mos shumti për votat e diasporës, procesi i votimit, procesi ditës votimit vazhdon të jetë i hapur në dyert e drejtësisë. Ka për atyre të cilët janë të proceduar penalisht ose të konsideruar viktima të zgjedhjeve apo të politikës që i ka përdorur. Komisioner, qytetar, kandidat aktualisht përballen me drejtësinë. I fundit i cili kishte radhën sot për dalë para gjykatës së posaçme ishte Pandeli Bozha, babai i kandidates PSD-s pra Partisë Social-Demokrate në Fier, Limonera Bozha. SPAK e akuzon atë se nëpërmjet korrupsionit aktive pasiv ka ndikuar për të blerë vota për kandidimin e vajzës së tij e cila nuk mundi të fitojë, por ditën e sotme ishte në dyert e drejtësisë. Pandeli Bozha është lënë në arrest në shtëpi, ndërsa Limonela Bozha, nëse mendimi regjis do të ishte mundur ta ndiqnim, ka patur një reagim të shkurtër duke thënë se gjithçka ja lënë drejtësisë dhe kur si ajo babai por e familja e saj nuk kanë marrë me këtë punë, pra duke u referuar blerjes së votave. Ndjekim shkurtimisht. Të bëj punën e vetë, nuk kemi përfshirë kur në gjërat e tilla, kështu që ato do ta provoj edhe faktin. Ndërkohë Arsen, është ajo që u thatë, se çfarë ka deklaruar, është ky vetëm i vetë proces në këto zgjedhje, se pritshmëritë kanë qenë të larta dhe denoncimet janë bërë para nga subjektet politike, tashmë jemi përballë faktit që se ç'bën dot. Në fakt kjo ishte masa sigurisë për ditën e sotme në gjykatën e posaçme, nga ana tjetër pritet edhe për të proceduar të arrestuarit në qytetin e Kukësit, po për llogaritë të SPAK, Fisi Peposhi, po sërish nga Partia Social-Demokrate. Një tjetër hetim vazhdon të jetë i hapur nga Byroja Kombëtare e Hetimit, po e Prokuroria e Posaçme për kandidatin e PSD-s në qytetin e Tiranës. Bernard Hoxha mos gaboj për kandidatin e PSD-s në qarkun dhe qytetin e Korçës. Aty janë sekuestruar disa telefona, janë bërë kontrolle banesa, ndërsa nga ana tjetër hetimet janë të hapura edhe për çfarë ka ndodhur në Bashkinë Vor, por jo vetëm. Tashmë është SPAK që vijon disa prej hetimeve, por gjithsesi asgjë nuk ndodhi nga pritshmëritë, por për SPAK pritshmëritë janë plotësuar dhe tejkaluar pasi ata nuk kanë patur një fokus për të ndikuar në rezultat, qoftë nga njëra anë apo nga një anë tjetër, por kanë patur një fokus juridik për të parandaluar krimin dhe korrupsionin të jetë aktiv në këto zgjedhje, në këto fushate dhe në këtë proces i cili vazhdon të jetë i hapur me numërimin. Kjo sipas SPAK është arritur dhe ka qenë pjesë e strategjisë së tyre. Gjithsesi, proceset penale nuk është se mbarojnë shpejt, edhe përtej faktit që gjykata vendosi arrest në shtëpi për Pandeli Bozhën, ai tashmë do të përballet me drejtsinë, do të jenë hetime vijuse, do të jenë procesi i gjykimit dhe pse kjo është një masë sigurie asgjë nuk është mbyllur. Të paktën deri në këtë moment llogaritën dikuke 70 persona të cilët janë të përfshirë në veprimtari kriminale të hetuara qoftë nga prokuroria e jurisdiksionit të përgjithshëm, qoftë nga prokuroria e posaçme, që lidhen me krime zgjedhore, korrupsion, incidente, pengim të votuesve, santazhim, fotografi me filmim të votës e të gjitha të ndodhura këto përgjatë para 11 majit, ditës 11 majit dhe aktualisht teksa voton vijon procesi numërimit. Është një element i rëndësishëm ku edhe KQZ ka kërkuar nga SPAK e nga prokuroria e jurisdiksionit të përgjithshëm të jenë aktive për shkak se numërimi i votave dhe brenda kandidatëve apo trafikimi i votave që mund ndodh konsiderohet një vepër e rëndë penale dhe kjo mund ndikojë automatikisht edhe tek deputetët që do të jenë në ulcet e kuvendit 2025-2029. Ndërkohë, Arsen, jeta nuk është e fokusuar vetëm tek zgjedhjet, ka edhe ngjarje të tjera të cilat janë shumë të ndjeshme. Vrasësi i të paktën 3 grave është jo vetëm arrestuar, por tashmë edhe merr dënimin me burgim të përjetshëm i famshëm Dan Hutra. Çfarë ka ndodhur? Fakt 1 marsi 2023 do të ishte një ditë e përgjakshme, një ditë paniku për kryeqytetin, por jo vetëm. Një person një rrezikshmërie të lartë i cili kishte dalë
nga burgu disa kohë më parë duke patur nëpërmjet manovra juridike të sjelljes mirë apo daljes para kohë me një vendim gjykate, Dan Hutra do të rikthehet duke bërë një masakër. Ekzekutoi 3 gra, të cilat ai konsideronte si persona që kishin ndikuar për të patur ai një jetë negative dhe për të përfunduar në burg, por gjithashtu edhe për t'u hakmarr duke ekzekutuar motrën e një prej personave të cilën kishte ndarë qelit e burgut. Ka plagosur me armë zjarri 1 mars 2023 Elena dhe Kujtime Hyse, për katësisht ish bashkëjetuesja dhe nëna e saj, vrau me Vlute Hysën 30 vjeçë dhe Hasime Dafkun 30 vjeçë, e fejuar e vllajt dhe ish bashkëjetuese. Pas kësaj ngjarje ai lëvizi armatosur nga Kamza drejt Astirit dhe më pas për të fshehur tek zona e Sharrës në periferitë të kombinatit. Vrau po ashtu Etleva Kurtin, motrën e Vladimir Kurtit, në një shenjë hakmarrje për sa i përket marrëdhënieve që kishte me Vladimir Kurtin në qelitë e paraburgimit, duke e paralajmëruar këtë krim se ai kur dilte nga burgu do t'i vriste të motrën e kryu këtë krim. Dan Hutra kërkoi që të përjashtohej nga gjykimi drejt për drejt dhe nga përgjegjësia penale me kartelën e tij psiqike si një person me probleme mendore për t'i shmangur drejtësisë, por tashmë gjyqtari Dritan Alluna ka vendosur ditën e sotme me kërkesat prokurisë ta dënojë me 3 burgime të përjetshme dhe 2 dënime përkatësishme nga 35 vite burg dhe në bashkim të një dënimi të vetëm. Dan Hutra, i cili ishte në fakt me një burgim me 25 vite për veprën penale të rënë të vrasjes, por doli para kohë, nuk do të mund të dalë më nga qelia pas këtij dënimi, apo thuajse 3 dënime burgim përjetshëm. Përgjithsesi legjislacioni shqiptar dhe kodi i procedurës penale në bashkim të dënimeve njeh vetëm një dënim. Ai tashmë në burg të sigurisë së lartë do të izolohet për të kaluar gjithë pjesën tjetër të mbetur të jetës pas hekurave për krimin e trefisht të 1 mars 2023, aty ku për disa ore dhe policia kryeqytetit u vu në një alarm e panik në pamundësi për ta kapur, pasi përveç 3 vrasje, kryu edhe plagosje, lëvizje armatosur me thike Kalashnikov për t'u arrestuar mbrëmjen e 1 marsit në zonën e periferisë kombinatit në kodrat e Sharrës. Ne s'kemi patur më herët Arsen vrasës serial ose të përmasa e tilla në vendin tonë, se kur e shikon kështu duket si një skenar Hollywoodi ose e pamundur që një njeri të vras 3 femra. Është i vetëm në llojin e tij. Sigurisht që historia ka prodhuar edhe ngjarje të tjera, po çfarë dallohet? Në fakt, ngjarjet kriminale në Shqipëri përtej kronologjisë apo memorjes fatkeqësisht nuk janë sporadike, janë të shumta dhe të shtrirë në disa qarqe të vendit, por në një hakmarrje ndaj femrës ose ndaj krimeve ndaj femrës si bashkëjetueses, bashkëshortes, ish fejuares, ish një personi që njihte edhe në zonën e Astirit, nuk ka patur një skema apo një plan të tillë, por gjithsesi fatkeqësisht bilanci ishte i rëndë, por kushdo që do i dilte përpara Dan Hutrës në ato momente, ai mund bënte një masakër, kjo edhe për shkak se ai kishte një plan të detajuar nga automjeti, Kalashnikov, lëvizja, ndjekja dhe përndjekja që i kishte bërë itinerarit të viktimave deri për t'i ekzekutuar. Mos harrojmë që u fut në banesa i plagosi, u fut në oborrin e shtëpisë, i ekzekutoi, e më pas lëvizi për jo pak për 4 orë. Dan Hutra ka qenë i lirë derisa u pikas, edhe kush ishte ky vrasës serial dhe i planifikuar, pasi edhe vetë policia, viktima sporadike apo telefonat pas telefonate në sallë operative, ishte pamundur për të ndërtuar skenën e krimit. Dhe ishte më pas një telefonat nga burgu ku Vladimir Kurti deklaroi që motrën e tij ja ka vrarë Dan Hutra për shkak se ja ka deklaruar gjatë një konflikti që ata kanë patur në paraburgim për të arritur deri këtu. Por kjo nuk do thotë që rrugicat, lagjet, qytetet nuk i kanë Dan Hutrat e tjerë. Kujtoj që teksa vinte ishim në fund vitin apo në ndërimin e festave të 2022-2023, një ngjarje po aq e rëndë me 2 viktima, 2 motra ishte po nga bashkëshorti apo bashkëjetuesi i tyre, i cili po ashtu edhe ai sapo kishte lënë
qelite e para burgimeve dhe i ekzekutoi 2 motrat edhe në sytë e fëmijëve. Pa krimet ndaj grave, vajzave, femrave nuk kanë qenë sporadike, por gjithsesi tashmë drejtësia ka folur, shpresojmë që s'do të jetë si ajo drejtësia që dhe pse Danhutra duhet ishte pas hekura mundit marrë lirin për të arritur deri në ekzekutimin e 3 viktimave dhe nga ana tjetër plagosin e 3 të tjerave. Çfarë tipologjie kriminale është ky? Ka shenja të psikopatisë apo i kishte mask për të shpëtuar? Se zakonisht përdoren dhe këto mekanizmat e sëmundjeve që pastaj i japin lehtësira. S'ka ndodhur në rastin konkret, po ky është rast studimor. Në fakt Danhutra është një personazh i cili nuk rri pa folur, edhe në sallën e gjyqit ai ka deklaruar se media ka rënduar figurën e tij, ai është krejt i pastër, nuk ka bërë asgjë, janë të tjerat që kanë shtyr drejtiv veprimi kriminal, por gjithsesi asnjë thonjza i dyshuar ose një kriminal në vetvete nuk i pranon krimet e tij dhe gjithmonë ka një justifikim, por është thjesht një vrasës gjakftohtë i cili bilancin e tij të viktimave ka të lartë në shoqërinë shqiptare dhe tashmë do të mbahet i izoluar. Ky është vendimi i shkallës parë, ndoshta do të apelohet, do të ketë rekurs gjykatë lartë tek shumë e radhë, por për të një gjendje psiqike apo jo me probleme ndor ose jo, tashmë drejtësia ka folur. Ai është i aftë juridikisht për të përballur me drejtësinë dhe do ta vuajë dënimin. Faleminderit Arsen.